kalon zotri, si quheni? Quhem Agim. Agim, takzoni emrin zoti Agim. Me që erdhe te taksia ime, të zhvilloj një quiz për qef. Okej. Atëherë zoti Agim. Po, a është emisioni mos i fol shoferi? Po. Ke shumë drejt. Bar mos fol hec për rrugë. Ja, ke shumë drejt. Po dush na lojën me stacion autobusi dhe shtoj ky hypi në autobus. Jo, mos i fol shoferit, është emisioni që ti mos më i fol shoferit. Me të fol shoferit ty lejohet. Ashtu, a? Ashtu, po. Asnjë na anë nuk lejohet. Mirë, po jena në emision, ne do bëjmë si do bëjmë kështu. A, do bëjmë si do bëjmë. Zoti Agim, pyetja parë është. Nëse një dokument themi se është autentik, kemi të bëjmë me kopje, falso apo original? Por e di që është original. Bravo, zoti Agim. E gjetët. Kush është shpirti i tregtisë sipas një thënie të njohur? Është reklama, shitja apo kostoja? Reklama. E gjetë edhe këtë, zoti Agim. Si është shitja e parë pas hapjes së dyqanit në mëngjes? Është sefte, sehir apo kajde? Sefte. Ua, ti qenë ke i pa parë, zoti Agim. Çfarë viziton Pellegrini? Muzet, vendet e shenjta apo koncertet? Vendet e shenjta. Ua. Sa kënde të drejt ka drejtkëndshi? 3, 6 apo 4? Drejtkëndshi. Po, sa kënde të drejt ka? Një kënd të drejtë. Drejtkëndshi Një si... drejtkëndsh mund të ketë një kënd të drejtë. Nuk e gjeta. Au? Jo. Gjendja e bokserit të goditur nga kundërshtari që është rrëzuar për tokë njihet si ring, knockout apo sfidë. Knockout. Për dikë që njihet nga të gjithë, thuhet se është si parja e re, si parja keqe apo si parja kuqe. Si parja kuqe. Po më fal, a keni idenë se pse është kjo lloj shprehje shqiptarash? Po është një njëri që vjen në sy, që ashtu thotë gjithmonë shprehje popullore është kjo. Ha, po pse ka dalë parja kjo? kuqe. Se parja kuqe ka Parja qenë. kuqe është kont. Herët, në ato vjetrit, paret kuqe kanë pas Florini kuq, leki kuq, gjithë. Atëherë, një antipaste e njohur njihet si sallat polake, rumune apo ruse? Unë e thamë ruse. Ashtu është, ne shqiptarët sallatën ruse njohim. Aparati për çeljen artificiale të vezëve quhet inkubator, indikator apo inhalacion? Inkubator. Zoti Agim, ti që ke mish. Mandela i Shqipërisë është quajtur Pjetër Arbnori, Fatos Lubonja, Kurt Kola apo Sherif Merdani? Pjetër Arbnori. Si quhet këndi 90 gradë? Këndi gjerë, i ngushtë apo i drejtë këtë? I drejtë. Këtë thamë dhe më përpara, po. Kush është mama e dijes sipas një thënieje të njohur? Memoria, përsëritja apo njohja? Memoria. Mama e dijes është Memoria. Mama e dijes është përsëritja, memoria apo njohja? Njohja në ashtë të tjetë. Nuk e gjete, zoti Agim, është përsëritja. Që do të thosh, nëse do të dish sa më shumë, atëherë duhet të përsërisësh gjërat që ke mësuar. Mirë. Mirë, zoti Agim, ishte shumë kënaqësi, unë të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim që kishim sot bashkë. Je i pari që e di se je në emision edhe vjen vetë. Po mos s'ka më gjë keq. Të falenderoj shumë. Si quhesh? Gersi. Gersi, takzosh emrin Gersi. Këtë të taksia ime zhvillohet një quiz. Po. Ti e di ke më ua çafati. Filloj me pyetjet, Gersi. Cili nga këto qytete tregon një dembel të madh? Stambolli, Selaniku apo Damasku? Damask. Edhe një mundësike.
Nuk është Damasku. Selaniku. Jo. Është Dembeli Stambollit. Stambolli. Kush është më punëtor sipas teje? Shqiptarët. Shqiptarët? Po. Ne jemi më punëtorë? Shumë. Po pse na ka dalë nami për Dembelin? Për Dembel? Po. Asnjëherë në botë. Mund të jenë shumë pak njerëz, por që jemi punëtorë. Ç'mund të jetë një turke e shkurtër dhe ekspres? Akullore, kafe apo çaj? Kafe. Ishte shumë e thjeshtë. Si quhet tërësia e punonjësve që kryen një veprimtari të njëjtë të përbashkët në një institucion apo ndërmarrje? Ekuipazh, personel apo fis? Personel. Si është thirrja ndërkombëtare për ndihmë? Mos, kos apo sos? Sos. Sos. Okej. Takimet e dy udhëheqësve pa praninë e të tjerëve quhen vesh më vesh, sy më sy apo kok më kok. Kok më kok. Sa thjeshta i kam gjetë, i Shumë kam gjetë tamam thjeshta. pyetje verore. Pyetje verore që mos thellohemi shumë. Ç'mund të sulmoj një haker? Website, dyqane apo banka? Website. Ua, sa thjeshta. Në cilën nga këto botime Po? mund të marrim të dhëna të sakta nga legjenda e hartave, e revistave apo gazetave? Nga legjenda. Po, Besoj sa legjenda poshtë, ke parasysh? nga hartat, revistat apo gazetat. Po, Besoj gazetat, ja. Hartat. e gjete. Okej, me mundësinë e dytë e gjete. Cili qytet ka fest tradicionale ditën e verës? Pasan. Si thash fare mundësi të Fratet. di. Cili prej këtyre majmunëve luftonte nga maja e Empire State Building me aeroplan? Mojo, Gjorgji Kureshtar, King Kongu apo Nikima? King Kongu. Gjeta? Nëse shkruajmë një pastirm, çfarë shenjë piksimi duhet të vendosim? Pikë çuditse, pikë pyetje apo pikë? Nëse themi një pastir, Po. pikë çuditse. Okej. Cili është vendi më i sigurt ku zogjt i lëshojnë vezët e tyre? Ua, dhe kjo është shumë e thjeshtë. Kafazi, Foleja apo Gjako? Folia. Përvjetori i rëndësishëm i një personaliteti, angjarje të shënuar, quhet fest, jubile apo epope? Fest, jubile apo epope? Po, Fest kam. Jo. përvjetori. Për vjetorit. Jubile? Gjete. Dhe pyetja e fundit se erdhëm te Vasil Çanto. Kush e solli Dorentinën? Aleksandri? Konstantini? Okej. Shumë faleminderit Gjesi. Ishte një kënaqësi e paparë. Kalofshi Gjithë të mirë, mirat. mirupafshim. Mirupafshim. Miq të dashur, si që lajmërova, sot i ftuarim është Gentian Zenelaj. Më fal për cilë miq po flet jemi vetëm. Për ata që çojnë, E kam për këta miq Miq të tu. dashur, përshëndetje. Po sot i mot çafrike. I dashur Gentian Zenelaj, si quhesh? Unë quhem Gent. Nuk e di për çfarë arsye xhaxhai ma ka bë Gentian. Dhe nuk e di për çfarë arsye ajo që më ka regjistruar në gjendje civile ma ka regjistruar me j. Me j, jo Duhet ishte Gentian. Gentian, jo Gentian. Kush Po, ka nese. regjistruar me qëra dhe llafi? Po ku ti unë ke gjendje civile në Lezhë ku më kanë regjistruar kur linda. Lezhë, ja ku jena pra 2 lezhjan, me ken Dy lezhjan. lezhjan më të marrë. Po janë po bashkë. 2 lezhjan zot na ruaj. Me që jena te Lezhë Gent, lutem mësuja të mungon Shëngjini. Më mungon Shëngjini. Tashmë Shëngjini është bërë nuk njihet. Sa do të thosha, ky Shëngjin apo? Mu realisht nuk është e pamundur që unë të shkoj në një vend dhe të rikujtoj momentet e fëmijërisë sepse nuk ka ngel më asgjë. Më vjen shumë keq. Realisht ka pas momente ku më janë mbushur syt me lot kur shoh se si është përdoruar, është ndërtuar, është prishur, është shkatruar, është prerë.
Okej, kështu jemi ne shqiptarët, ne prishim 10 dhe ndërtojmë 1. Por që Shëngjini, unë e them me bindje të plot që për të njohur Lezhën edhe Shëngjinin, e kupton kush ka qenë kur ti njeh njerëz të cilët kanë jetuar në Lezhë ose në Shëngjin, po që si janë nga Lezhë dhe nga Shëngjini. Shumë po takosh një nga Tirana ose nga Tepelena. Po. Të thonë ajo Lezhë ka qenë një gji vogël, një parajse vogël me njerëz dashur, me njerëz mirë, me njerëz sjelljur dhe kanë gjithmonë kujtime pozitive. Po s'ka pas shëtitore vetëm Buzdrinit. Buzdrini shëtitore, Nuk ka pas. ka pas shëtitore në mes qytetit, ku ne i kemi ra 60 herë në ditë. Për mua qyteti nuk e bën shëtitore. Për mua qytetin e bën njerëzit e mirë, e bën njerëz të cilët kanë punë, sepse unë mendoj që më mirë duhet ishte ndërtuar një fabrikë për banorët e Lezhës sa një shëtitore. Se shëtitoria është për të detyrojë ty që të hash fara dhe të rri gjithë ditën ke shëtitoria. Puna e bën një qytet. Po, në fakti që njerëzit kanë punë, ndjehen mirë, turizmi e bën një qytet. Shëtitore mund të vitë edhe pak më vonë, po në Shëngjin ose në Lezhë, prioriteti i parë për mendimin tim duhet i jepi pikave turistike. Kalaja, muzeu, vendvarrimi i Skënderbeut, Bregdeti, vendet piktoreske që ka Shëngjini dhe Lezhë, e cila ka një shtrirje shumë interesante, pra ke lumin, ke detin, ke malsin, ke shumë interesante. Ose sa serioze e Gent, tani që kthehesh në Lezhë si e përjeton, domethënë që të njohin patjetër që në të Lezhë njohin. unë vazhdoj të kem miq shumë të mirë, më fal po mbaj syzet, është mungesë kulture? Jo, fare, s'është mungesë. Në Lezhë unë vazhdoj të kem miq shumë të mirë, vazhdoj të kem të njëjtët miq që kam pas kur unë nuk kam qenë askushi në botën artistike, vazhdoj t'i du pra fort. Lezhë janë rrënjët e mia. Lezhë është gjimnazi im, është shkolla ime, janë familjarët e mi, dajat, xhaxhallarët, gjithë njerëzit, gjithë lidhjet e mia farefisnore. Lezhë nga një qytet interesant dhe i veçantë papritur u transformu në një qytet si gjithë të tjerët. U ndërtu pa kriter, u prej pa kriter, u shkatru pa kriter çdo gjë, e kupton gjendin? Dhe mua më vjen keq. Por Lezhë është destinacion shumë interesant dhe shumë i kollajtshëm për t'u arritë. Për shembull, gjimnaz për çfarë marrësh mend Gent? Se okay, si spikate si aktor ose Dëgjoj dashur. në zhanrin e humorit. Unë s'kam qenë njeri që spikasja, kam qenë djalë normal. Bile mund të thoja deri diku pak i tërhequr. Nuk kam qenë tipi që sigurisht lexoja, domethënë leximin e kisha, letërsinë e kisha lëndën time të preferuar, matematikën e kisha absolutisht të kundërtën, pra ishte lënda që unë urreja më shumë. Gjithashtu. Në këtë pikë kisha filluar të urreja dhe mësuesit e matematikës. Kimis, këto lëndet eksakte. Ka ndodhur gjithçka rastisht e dashur. Kam qenë në 97-ën në shëtisja në Bregdetit dhe një miku jon, që ti duhet ta njohësh shumë mirë, Izeti, që ishte tenor në teatrin e operës dhe baletit. Po. Papritur thotë Genti, ti ke një fizik shumë të mirë, nuk ke defekte të folur, pse nuk bëhesh aktor? Dhe unë si i çmendur që isha, këtë gjë mund t'ja thoj njeriu në 97 ishte gjëja më idiote në botë. Thash me vetë, unë pse nuk bëhem aktor? Pa pas as si lidhje, pa hyrë asnjëherë në teatr. Dhe papai im sot e kësaj dite thotë, kur ma ke thonë për herë të parë, thotë ka qenë gjëja më e çuditshme që kam dëgjuar. Kur më the për akademi, unë mendova për akademi policie, nuk e dija për akademi artesh. Ka prit çdo gjë tjetër përveç asaj. Mesatarin e kisha shumë të dobët, gjimnaz kam qenë nxënës problematik, jo për shkakun se isha njeri negativ, sepse jeta të lidh me shoqëri të keqe. Vitet kur unë kam bërë gjimnaz kanë qenë vitet më të vështira për mua për Shqipërinë, pra filloi nga 92-shi deri në 97-ën. Unë kam bërë maturën në shoqërinë autoblindave. Të bori shkollë kanë qenë 4 autoblinda, policia ne bënin maturën. Ku ju shoqëronin? Dhe Gallata është matura ime e ka bërë provimin të ulur me prapanicë në dysheme dhe me fletorën prerë, sepse ishin djeg bankat, ishte djeg bibliotekë, djeg çdo gjë. Ka qenë vit shumë i vështirë. Të arta. I vështirë dhe shumë i çuditshëm për t'u bë aktor. Dhe po e pa imagjinueshme Rut, vitin që kam konkuruar kanë qenë 380 pjesëmarrës për konkurimin në Akademinë e Arteve. E jashtëzakonshme. Sot as bëhet fjalë që t'jetë ka shumë konkurrent. Si u përgatite? Vetë më. Vetë. Vetë, pa Një pedagog. çmenduri që më kapi vetë. Asun, duke pas parasysh sa natyrë të rrequr jam dhe jo shumë trime. Natyrë trime, sot habitem them si e more përsipër mordial që i dole para një komisioni. Çfarë të thatë rurin ato momente. Sigurisht, tek unë nuk kanë pa absolutisht talent antarët e komisionit. S'kisha gjithë fisi im, meshkujt e fisit tim mekanik hekraxhi. Nga do dilja unë aktor. Pasi.
përjardhje artistike, as një vegle muzikore nuk di mirë amfisi tonë. Vetëm e majtë ritmin e tavolinës, ndoshta në i dasëm kur dehen, po... Edhe si duket kanë pak e unë forcën, dëshirën, po unë mendoj sot kur bëj analizë, mendoj që ka qenë dëshira ime më e madhe që i ka bind ata, dëshira ime për të shpëtu nga 97-a, për të shpëtu nga qytetet të cilët vazhdonin të ishin në një krizë shumë të madhe, se Tirana u vendosë rendi shumë shpejt, po Lezhën ti e marrë mend shumë mirë. Lezhë dhe qytetet tjera ishin standard. Mbaj mend shumë mirë. Pra, tek unë mund të kenë pa një dëshirë të jashtëzakonshme për të shpëtu nga realiteti 97-s në Shqipëri. Dhe unë kam vënë re që të gjithë të rinj që kanë konkuruar në shkollë në ato vite, 90% e tyre janë bërë dikush i sot në jetë. Domthon ka qenë një anije që po fundose dhe ishin dy alternativa, o do ike jashtë shtetit, ose do bëje diçka për veten. Zoti e deshi që unë e falenderoj non-stop që unë të merrja një rrugë të çuditshme, të pasigurt, kontra pedal komplet. Falenderoj Zotin, deri tani vajti mirë, tani të shohim, nuk e di. Kontakti jot i parë me humorin, Gent. Kur ka qenë roli i parë që luajte humor dhe që ti e kuptove që të buron së brendshmi, se në rrethë shoqërore unë mbahesha për djalë që bëja patuta, kisha humor, kisha energji. Mirë, po gjithmonë në rrethë shoqërore, pra në momenti kur më vendosje përpara jo një publiku që as diskutohej, përpara një rrethi tjetër shoqëror, pra të rrethi rutinës, unë bukosesha. Dhe problemi më i madh në akademi, me sa mbaj mend, ka qenë të merri dhe paniku që më kapte 2 minutat e para të shfaqjes. Unë kisha një panik, jo, në moment që hyja në skenë. Derisa bëja frymarrjen e parë, se unë kam qenë notare dhe e mbaja frymën 2 minuta. 2 minuta pas më isha frym. Në momentin, madje është një këshill që unë ja jap gjithë aktorëve të rinj që kanë këto probleme, just breathe. Merrni frymë. Mos thuaj fjalinë e parë pa u ngop mirë me frymë. Mirë, po kjo erdhi pastaj humori, roli i parë komik. Kam bërë, domethënë me Regjina Altin Bashës, Altinin unë e kam pas profesor dhe Mario Ashikun. Mario ishte më tepër i orientuar për të vënë pjesë të mira, pjesë të rënda, pjesë edhe nuk e di pa ta kriju gjithë idenë që unë kisha premisa të mira për aktor dramatik. Altini ka vënë re diçka tek unë. Dhe kur bëra diplomën e bëm me ëndra Inate Verë, William Shakespeare. Atëherë rolet ishin me dublant, pra unë një natë luaja një rol, një natë luaja rolin tjetër. Dy role që më ranë mua ishin dy rolet më të rëndësishme të veprës. Njëri ishte Oberoni, princi i zanave, që ishte një rol jo krejt komik, dhe ishte Nik Fundi, Nik Mollaçja, një rol super jashtëzakonshëm, një rol që unë kur e mora vesh që do ta luaj u çmenda nga gëzimi. Mirë, Altini me zgjuarsi arriti me publikun që edhe Oberoni, edhe pse ka nuanca dramatike, përsëri është rol shumë i bukur. Humori ndoshta kam pas, nuk e di, unë fatikisht kam pas xhaxhallar dhe halla me nuancë mirë humori, pra njerëz të cilët bënin humor, bënin batuta në tavolina familjare. Kemi gjithë ne malsort kështu. Kupton gjendën. Si për raste gëzimesh si hidhrimesh. Realisht humorin unë e kam zhvuluar në Portokalli. Pra, humor jo të bërit humor. Genti pra arritin në Portokalli në pikën që shkruante humor. Pra shkruante numrat e zhbëlçave, bonte humor, krijonte, sigurisht sugjeroja kolegë të mi, edhe ato më sugjeronin mua për skenare, për personazhe të ndryshme. Dhe Rudi erdhi gati si një ortek. Humori brenda meje si filloi me një top të vogël bore, pastaj u rritu zmadhu. Kam pas fatin e madh që kam pas partner të jashtëzakonshëm, të cilët më kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe. Ky zanat nuk bëhet vetëm Rudi. Nuk mund të thush jam më i miri në botë. Po the jam më i miri në botë, ja s'kushi. Do të tregosh situata më të cikletshme që mund të ketë ndodhur ose Portokalli ose apartamenti 2XL, se situatat cikletshme për një aktor janë situatat kur përballet me publikun. Pra, një aktor profesionist gjithmonë i ka të lidhura me publikun. Ose kur harron tekstin për shembull, se Portokallia 2XL janë të ngjeshura si ne Portokallia si shkollë e madhe, absolutisht edhe apartamenti 2XL na mësuan që harrimi i tekstit nuk është shumë problemi. Nuk është dram. Sepse e para punës na mësoi spontanitetin. Po. Sikleti më i madh është kur hapet perdja, dhe ti ke 500 palë sy, 400 palë sy që presin në ty. Pra një njeri që ka bler një bilet për të ardhur për të parë një komedi, është i prirur për t'u argëtuar. Po. Dhe ka ardhur me këtë kërkesë në llogari si ai njeri që shkon ke një restorant që i ka dalë nam i madh, ha të shohim tash çfarë na bën. Ato janë sikletet më të mëdha. Mu më kujtohet një herë me grupin Zhvëlç punonim një numër me një grua që burri se donte që ajo do të hidhej nga shkalla
Dhe pikërisht atë ditë që ne po bënim gati numrin, ndodh një vetvrasje në Elbasan dhe vjen Altini alarmuar, thotë numri bie poshtë sepse ka impakt keq. Dhe jemi detyruar brenda 1 ore, unë edhe Juli pinim cigare si të shmëndur ke banjot e topit. Ermali sigurisht me ato gallat që fliste mesazhe organizote dasma, arritëm brenda 1 ore të ndërtojmë një numër të ri. Jo vetëm një numër të ri, një nga numrat më të bukur që kanë bosh bëlç. Atë me 2 burra që shkojnë me taku gratë shtatzana në maternitet që i del Juli policia dhe thot nëse të kujtohet. Po, më kujtohet. Ai është numër i krijuar në një moment krize, në një moment shumë të vështirë. Ka qenë një nga Ky lloj presioni çfarë është për ty si aktor Gent? Presioni të detyron të bësh Presioni kohës. Presioni nganjëherë po të përqendrohesh, të bën të bësh mrekullira. E rëndësishme është vetëm të ruash, mos të kapi paniku, edhe të mundohesh edhe të organizohesh edhe të bëhesh bashk. Kjo vjen edhe kur ke kolegë të mirë dashur. Se mund të kesh kolegë të cilët i kap paniku, shtangen, s'ken, mund të bëjnë çuditëra. Por fati e ka dash, unë kam pas kolegë shumë të mirë dhe kemi kaluar me sukses. Në këtë moment që flasim, ti je shkputur nga show të humorit, show televiziv të humorit. Je në emisionin Stop edhe në teatr që je gjithmonë shumë i pranishëm. Kam dëgjuar nga ti një shprehje asnjëherë pa teatr? Asnjëherë pa teatr. Teatri është arsyeja pse unë kam ardhur në Tiranë, teatri është arsyeja pse unë kam fjetë një dyshek të lagur. Teatri është arsyeja pse unë kam punuar si qen deri në 12 natës kamarier. E kurosja këmisha të studioja deri në 4 mëngjesit dhe grihesha në mëngjes në 6 hapja lokalin prap. Edhe teatri është gjëja që mund ka bërë të vuaj më shumë në jetën time në atë periudhë kur unë për një momenti kur fitova fazën e parë, nga gjëra që po t'i them ty, se nuk është se i kam përmend shpesh në media, po thuaj se fare. Ç'ke unë si ja them askujt. Në momentin kur fitova, se ka qenë me 2 faza konkurimi e dashur në akademi. Ka qenë faza e parë, nga 380 vjet përzgjidheshin 50, pastaj nga këto 15. Kur fitova fazën e parë, unë kalova një shok shumë të madh. Pra një djalë nga Shëngjini me 0 eksperiencë teatrore, masi i njohjen në botën e teatrit. Pra masi mik, masi mbështetje, pa pritur fiton fazën e parë. Është përgjegjësi shumë e madhe. Sot e kësaj ditë babain tim e pyesin sa lekë ke pagu. Se nuk e kuptoj njerëz, mendoj që futesh me pagesë për të qenë aktor. Dhe kur filloi faza e dytë, që unë duhet të ripërgatisja të njëjtat materiale nga fillimi, siç ishin parat, po të tjera. Aty ka qenë një periudhë shumë e vështirë e jetës time. Fati më që kisha miq të mirë të cilët më kanë dhënë shumë kurajo. Më dhënë shumë kurajo dhe më kanë mbështetur shumë kuptimin që mos u dorëzo, sepse çuditërisht kisha një mani për tu dorëzu, thosha tash u bë e pamundur. Okej, erdha deri këtu, po tani nuk ka përtet më duke ky djalë nga Shëngjini. I falenderoj këto miqtë e mi nga zemra gjithmonë. Ato nuk e din, po unë me zemrën time gjithmonë i kam në falënderim non stop sepse më kanë dhënë një kurajo të jashtëzakonshme. Njerëz që më kanë dashur mirë, njerëz të cilët shihnin asnjë interes që unë as unë tek ata. Ken, po sa i përket këtij miksimit mes Stopit edhe teatrit. A ti jep kjo kohë që ti je edhe familjar, ke 2 fëmijë, ke Arjan, ke Danielin, ke kohë të merresh me familjen? Kohë ka e dashur, kohë ka. E kupton Gentin? Në qoftë se ti jep intensitet asaj gjë si bën, në qoftë se ti e menaxhon kohën mirë, kohë ka për gjithçka. Ka kohë të rish edhe me familjen, ka kohë të bësh edhe teatr, sigurisht. Teatri 2 javët e fundit do ta provosh vetë dashur se do jemi bashkë. Teatri 2 javët e fundit është një stres shumë i madh. Mirë, po Aida bashortja ime, duke qenë se u bën që në 98-ën që jemi bashkë, e ka kuptuar se si procedon një aktor. Sa mirë që jemi te Aida. Do mësosh si u njohet me Aiden? Aida ka ardhur, un kam teksa dilja nga godina ime 23, godina e arteve, godina e artistëve, po që ishte godina më pak e mirëmbajtur në qytet studentin ato vite. Dilja për të kaluar mes lulishtes për të shkuar në prova, shoh 2 vajza, një bjonde, shoh edhe një brune me palë sy shumë të bukur. Të cilat po flisim një shokun tim të kursit. Ermal Eram. Edhe e pyes Ermal, pasi e takoj në klasë, i thash kush ishte ajo brune me sy të bukur? Është një vajza nga Gjirokasta. Do ma prezantosh? Ka qenë një impakt i pari më njëhershëm. Po. Aida më vonë më ka konfiduar që ta kam vënë në re ty më përpara se që më ke vënë ti re mua. Do me thënë, dhe Aiden e kam ftuar për të parë, i ka qenë fiks periudha ku unë po bëja provimin e si mesit parë të vitit dytë. Dhe kisha një rol bashkë me Ermalin, me këtë djalin i cili tashmë
është në Itali, është emigrant. Kishim një yt shumë të bukur që çmontonim një minë me sikur. Ermali u bë pretekst që erdhi Aida e ftuar për të parë këtë ytin tim dhe menjëherë mas shfaqjes ne kemi dalë kemi pirë një kafe. Edhe Jo, më ka lodhur, më ka plasur tëmfin. Se i dukesha shumë, domthon aktori ishte vazhdon të jetë shumë strange, sidomos në ato vite. po. Ku zanati më stabël ishte juristi, siç ishte Aida, doktori, aktori ishte, o zoti i madh ku do shkojnë me këtë aktorin. Po. Aktor më. Jemi dashuruar dhe kemi që nga marsi 98 bashkë. Lumturisht të martuar do Lumturisht të thoje. martuar në vështirësi, me sherre, me shamat, me dashuri, Normal. s'ka dashuri kështu 100%. Ka sherre, ka shamat, pse u thy pjata, s'ka dal supa. Do thonë, jemi një çift normal, me debatet familjare, me momentet kur gruaja vë duart mes e thot s'pona del muaj. Si 90% e shqiptarët të cilët jetojnë poshtë rreve. Më thuj çka ka sjell Arja në familjen tuaj. Se Arja ka sjell- Danieli ka ardhur kur ju ishit shumë të ri. Po, jo, Të ri? Danieli ka ardhur në 2008, unë kam qenë, kur e kam marrë vesh Aida Shtatzan, unë kam qenë po xhiroja filmin Koha e Kometës, kam qenë në Maqedoni, Po. dhe kur më ka thënë me mesazh, isha me xhiroja, unë isha shkputur 3 muaj, kam jetuar në Shkup. Po. Kur ka një mesazh që është djalë, unë desh u të shmenda nga gëzimi, si malsor, ne Normal. vazhdojmë të mendojmë që Normal, duhet djali. normal. Dhe Edhe them që unë edhe ja ato ku që ja. janë malsor duhet ta thonë kështu. Bota jonë u përmbys në kuptimin e mirë të fjalës. Tashmë vendi kryesor ka rrigën mes e Zuri Danieli. Sigurisht unë i çmendur pas Danielit si djalë, që nuk kam bërë për Danielin. Po. Kurse Arja solli se diferenca e Danielit me Arjen është 8 vjet, 9 8 vjet, po. Dhe Patat kohë më. jo, realisht e kishim darë mendje për një fëmijë. Mirë po, Danieli pati një periudhë ku o babi po se s'kam vllap, se s'kam modër, Po. ne fillum ta përjetojmë shumë keq. Dhe okej, tham, do nisim një fëmijë tjetër. Arja ka ardhur dhe Arja deshti Zotit ishte një fëmijë super i qetë, nuk qante kurrë, ishte komplet e kundërta e Danielit. Dhe shikoja gruan time Aiden që bënte humor për fëmijën e tretë. Thash, o Zoti i madh. Çfarë Ka fond qenë don? barë, ka qenë Arja. Arja sot është gëzimi i shtëpisë. Danieli ka një dashuri të jashtëzakonshme. Arja është natyrë shumë. Unë them që Danieli e ka mirëprit Arjen apo me pak sigurisht, xhelozi? Në fillim me pak xhelozi, mirë po tashmë Arja është bërë lodra e preferuar e Danielit. Kemi shprehjen e zhabulati çik Danieli. që e ka Zhabulat. qenë. Gen, Po sa fëmia e dytë që e ka shumë i ëmbël në krahasim me të parë. Ndoshta jemi pjekur ne, jemi dystuar pak, jemi ratuar pak. Shumë i dashur fëmia e dytë. Po unë akoma nuk e shoh djalë vajzë. Unë e shoh fëmia e dytë që e ka shumë i ëmbël. Dhe realisht fëmia e dytë të plot coka. Në kuptimin e familja, ku di unë, me 4 vjet që e ka shumë interesante, me 5, me 6. Ndoshta. Nuk e dia do e provoj. Por që realisht po t'isha në një vend tjetër, po marr shembull në Suedi, po? definitivisht do kisha bërë një 6-7 fëmijë. Në Po, Shqipëri po Aida. Se ti e ke kollaj vlla. Po bashkë me grun. Bashkë me grun, jo vetëm. Sajmir Kodra, Po. partneri jot, ka frikë se ti mund t'i ikash? No comment. Ja, unë nuk do doja kur që Sajmir kishte frikë se unë iki. Do të thonë, unë nuk iki asnjëherë kot pas një arsye. Pra nuk iki asnjëherë për kapriço. Do të thonë, Do Gentin, ikash për një rrogë më të mirë për shembull, nëse ta ofroj unë, po themi. të jesh e sigurt që unë nga aty ku kam qenë nuk kam ikur të agonin për një rrogë më të mirë. As madje kam pas oferta më të mira se sa Klani, nuk e bëj asnjëherë një gjë, një ikje për rrogë më të mirë. Unë e bëj sepse fillon shoqëria dhe humbet. Dhe fillon puna. Partneriteti humbet. Në momentin ku partneriteti humbet, puna fillon dhe të lodh shumë. Po. Dhe unë kam vendosur asnjë nga punët që do bëj nuk dua ta kem stres. Kur Një ikën që mbaj stresin e shpirtrisht, shqiptarëve, problemet e shqiptarëve, të mbaj edhe stresin tim tash, nuk mban. Një punë duhet jetë argëtuese, një punë nuk duhet jetë stres. Një punë duhet bëhet me kënaqësi. Stopin unë e bëj me super kënaqësi. Pra, stopi është një ëndër ime e vjetër, që kur kam bërë një audicion për Fix Fare, dhe më pati ngel si gozh në zemër. Por Sajmiri, të kthehemi te Sajmiri nuk duhet të ketë absolutisht frikë për ikjen time se nuk kam arsye pse. keni marrëdhënie të mirë, domethënë. Shumë të mira dhe për fat mirë me Sajmirin na lidh edhe gjëra që s'kan lidhje me punën, kuptimin që ai pëlqen të zhytet po si unë, ka të njëjtat preferenca,
kemi të njëjtën Kaloni mas, kohë mund të bashkë. veshim dhe të njëjtën bluzë. Kjo është i fatë. Gënë, do më thush edhe shakan më të kripur që mund të kesh bërë kolegëve tu ose familjarëve. Shakaja më e bukur që unë e kujtoj me Idën është ja kam bërë Aidës kur e kam prezantuar për herë të parë ke prindrit e mi. Se dhe Aida tash i vinte nga Gjirokastra, Po. unë nga Veriu. Sigurisht në 97-ën betejë ka qenë shumë e madhe Veriu, pra. Po. Gentit me njëri thoshin Malok, Po, dhe i normal. thosh Zai është nga Veriu, familja vet ngeli që nga kjo vajza jonë që e çon për shkollë në Na Tiranë. thonë akoma, po. Pikërisht një Malok tonë të njifte e Po, kupton. pra, si dram. Dhe unë me sens A humori janë them Aidës, këndu? po të përgatis si them se në veri jeta për një femër shumë e vështirë. Dhe i tregoj këto zakonet e kanunit që ti duhet të ecesh me kurriz nga muri, duhet i lash këmbët xhaxhallarëve. Duhet më ndet cigare me duhet gacë në dorë. duhet i rrish aty ndërkohë që ai je shkund. Dhe e priti shumë keq. Tha unë të lë. Dhe si do më lësh ti do vësh dashurinë tonë, thash. Nëse ndodh kjo, tha unë të lë. Dhe e kam majt, si më thon, të ngrehur me këtë idenë, pak e një muaj. Deri kur takoj, ajo realisht i kisha kryer idenë që kur takon të prindërit e mi do shifte dy, babai me qeleshe, me kostum popullor, mamaja me shamin kokë, e kupton me. Do unë ja kisha brymos këtë gjën që ajo do shifte dy malësorë si këto të kartolinave. Kur takoj prindit e mi, normal çdo prind shqiptar, me dashurinë që e morën familje kështu, aty e kuptoj që unë i kisha bërë një shakat papave. Sot e kësaj ditë më përmend. Po ti me familjen e Aidës si ke marrëdhëniet me prindrit? Se Shumë të mira, shumë. te komedia fundit ti je gjatë gjithë kohës në përpjekje për t'i pëlqy babait të dashurës apo jo? Po, kolonelit Melket. Po në të vërtet? Në të vërtet, prindrit e Aidës unë i dua shumë. Unë prindrit e Aidës unë e dua shumë shtresën e mesme shqiptare. Njerëzit e thjesht, njerëzit që punojnë, njerëzit që politika nuk i ka llastuar. Unë kam një feeling, po të më vësh një njeri të pasur, me njëri të varfër definitivisht unë do kem feeling dhe do kem afeksionin ndaj njeriu të varfër. Në Shqipëri është shumë e vështirë të jesh e varfër. Pra është shumë e rëndë të jesh i varfër në Shqipëri. Është shumë e vështirë të sigurosh jetesën, të rrisësh 4 fëmijë. Dhe unë kam një respekt sepse duke parë prindrit e Aidës, unë pash si ty prindrit e mi. Njerëz të cilët i kanë rritur fëmijët në halle, me vështirësi, pa pas të mira që vijnë papritur nga qielli, siç kanë disa. Dhe unë këto njerëz i respektoj shumë. Dhe i kam si prindrit e mi. Çfarë do i thosh të leshikuzëve të mi? E para, e dyta çfarë do i thosh të gjithë brezave që aspirojnë të bëhen aktor? Të gjithë të rinjve, brezat e ardhshëm që aspirojnë të bëhen aktor. Humori kryesisht. Gjithë secili nga ne, unë ja them këtë, më ka ndodhur me një djalë të cilin ai është figurë e njohur. Më ka ndodhur me një djalë të cilin unë e përgatita për akademi dhe sot ai është aktor i famshëm, prezantues i famshëm. Dhe këshilla që jap unë është të gjithëve, çdo njeriu në këtë botë, në mos aktor mjek, i vjen një moment në jetë. Në atë moment e rëndësishme është ti je gati apo jo. Pra, çdo aktor në Shqipëri, çdo student shqiptar që është për aktrim ose për regji, e ka një shans në jetë ose dy. E rëndësishme është që në atë moment ti jesh gati. Kjo është këshilla që mund t'i bëjë. Po për të Dhe leshikuesit e ëndrrën mi? mos ta shesin për asgjë. Është e pafalshme që shoh aktor, artista të cilët nga frika e dështimit ose nga frika mos suksesit janë bërë pale një partie, pa arritur të kryejnë. Kjo është e tmerrshme. Po si gjykon këtë Gent? Unë e gjykoj që Sepse është një gjithë shumë artistë po merren, edhe aktor të afirmuar, po them. unë e shoh Merren si gjithë një me politikë. unë e shoh si një tentativë jo të aktorëve për të bërë politikë. E shoh një tentativë të partive për të fashit artistin si opozitar. Artisti është opozitar i përhershëm. Pra një artist në çdo vend botës është kundër çdo lloji qeverie që vjen poshtë. Sepse buka me cilën unë ushqem për ditë dhe energjia ime është publiku e dashur. Nuk është kryeministri apo ministri që takon rrugë. Ato duart rrugitje që unë marr kur mbaron shfaqja ime tek e cila janë paguar në mënyrë miserabël, ato janë buka ime. Pra janë shpresa ime që në këtë vend mund bëhet diçka e mirë. Dhe është një tentativë partive për të marrë elemente të tillë Po. dhe për t'i bërë militant. Po një artist nuk mund të jetë militant. Një artist Pse pranojnë thua? pranojnë sepse kanë frikë, pranojnë Edhe sepse të duan afirmuarit ne njohim, ne dim shumë mirë se duan një kush cop i emrave. magazin, sepse duan një drejtorlik, sepse duan një karrike. Por nuk e kuptojnë që në moment që ti merr atë karrike, ti ke vrarë të gjitha ëndrat e tua, ti ke vrarë gjithë pasionin tënd. Vetëm në qoftë se je djalë shumë i zgjuar
dhe bën politik për të mirën e Shqipërisë, po jo politik për të gjeti një vend pune të mirë. Koha e ka treguar që këto në përgjithësi e kanë bërë për një vend pune të mirë, për të futur diku një komision, për të marrë diçka një post politik, zëvendës drejtor, zëvendës ministër, nuk e di. Unë bëj politik. Po. Dhe kam vendosur të bëj politik, megjithëse shumë thonë gjend mos u merr me politik. Do bëj politik sepse lëvizjet më të mëdha botërore nuk kanë ardhur nga politikanë që bënin politik. Kanë ardhur nga artistë, shkrimtar, mendimtar, filozof, të cilët kanë bërë politik. Pra janë takuar në një kafene dhe kanë bërë politik dhe kanë vendosur që me mendimet e tyre ta bëjnë jetën e njerëzimit më të mirë. Sa e shkurtër ishte kjo intervistë? Mirë, gati. Çfarë viti ishte Skoda? Një nga makinat e mia të para ka qenë Skoda. O zoti më. Çfarë mendimi ke për taksinë time? Se kjo është pyetje që unë ja bëj gjithmonë të ftuarve në fillim, po ti është një super taksi, unë po pres sa lek do marrësh ti në fund kësaj gjëje, po ja po është free. Është free. Se nuk ta kisha kusur këtë xhiro në për Tiranë. Po nga pas një Skoda dikur dhe kam bërë çmos për ta prishur dhe se prishja dot. E shoh çfarë do të thënë Skoda. Kam shumë qejf Skoda, jo realisht. Ato çunat e Skodës e dinë se shkoj shumë shpesh atje. Okej, Gendo, unë të falenderoj shumë edhe për super kënaqësi, ishte një nga intervistat më të lezetshme që kam bënë. U kënaqa shumë. Shumë faleminderit. Je shumë i mirë. A mund të të them diçka e dashur? Po, më thuj. Çfarë dush? Jam i lumtur që ti e fut këtë botën tonë, se isha pak lezhian i vetmuar. Jam shumë nderuar. Po që të lutem, po e pak gjatë intervistën. Nuk e di pse Lezhë ka filluar me pas prurë pothuajse zero për sa i përket kësaj gjëje. Unë do doja të ndihmoja çdo lezhian që ka qejf të futet botës artë. Për mua është një privilegj shumë i madh Gentian Zenelaj që do luaj me ty në teatr. Do e thoja, është një fat, është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Se u kënaqem me se ti s'pas e vuas taksimetër. Shumë faleminderit Gent, ishte shumë kënaqësi. Ju përshëndes dashur. Bash do takohemi të premten e ardhshme. Shumë faleminderit Gent.